mora ata të FRPD-s. E para njerë bëhet fjalë për një grup shumë interesante dhe vërtet shumë pozitiv, vajzash dhe djemsh të forumit rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, edhe për dikë që ishte zëvendës kryetare e forumit Partisë të Rinor të Partisë Demokratike në shkallë kombëtare. Ka krijuar një impakt, patjetër ka krijuar një impakt. Ata nuk u bën socialist dhe disa mund bëhen, disa mund mos bëhen, mbase të gjithë mund mos bëhen, por janë pozicionuar për të dhënë mesazhin, janë pozicionuar për të dhënë mesazhin për arsyet e tyre. Kanë shpjeguar disa arsye edhe në podcast, një përfaqësi e tyre, por ata do të bëjnë fushatën e tyre. Është interesante. Është shumë interesante, do të bëjnë fushatën e tyre, jo me Partinë Socialiste, por më vete do të mbështesin mua dhe Partinë Socialiste si rrjedhoj, por duke e kërkuar votën e demokratëve dhe të tjerëve për të pikërisht për atë që unë them, dhe për asnjë gjë tjetër për momentin, pikërisht për atë që unë them, për të mos humbur asnjë minutë në rrugën e antarësimit dhe për të marrë pasaportën europiane për Shqipërinë dhe një pasaport në dorë për çdo shqiptar dhe shqiptare që të bëhet përfundimisht qytetar I IBE-s. Ja, kjo është arsyeja pse ata u bën me mua në këtë betejë. A do të na qëndrojnë rrugët të bashkuara më tutje, këtë do ta shohim. Unë kam shumë simpati për ta, shumë respekt. Kam mësuar disa gjëra që I mëson vetëm kur arrin të shohësh gjërat nga pozita e dikujt tjetër dhe kur dikush tjetër ta jep mundësinë që ta bësh këtë. Dhe ja, është marrëdhënie shumë pozitive. Impakti ka qenë I fortë, kam pasur kontakte të tjera për të vërtetës me të tjerë në qytete të tjera. I vlerësoj, I respektoj, janë të mirëpritur të gjithë. Kemi një sër individësh që kanë zhvilluar dhe primare që na kanë kontaktuar. Ato primaret e famshme dhe të tmerrshme, ato primaret ato primaret që thonë gjithçka në fakt se jo vetëm ujku, po dhe bufi, qimen puplën e ndron, por zakonin se harron bufi knetës. Mos harroni, bëhet fjalë për kënetën, për bufin e kënetës, është një lloj bufi specifik. Nuk është ai bufi I famshëm. Dhe turp për ty, thot turp, po për çfarë turp? Që të ka ngelur në fyt bufit, të ke fillu me kopju. Dhe kisha unë ju të programeve që kur publikohet edhe 3 minuta program kaloni në stacionin tjetër. Edhe s'keni fajse, s'keni pse, po kjo tregon që është më I mençur bufi se ty o kopjat, tani tallesh dhe me pasaportën europiane që sa ti është ti në pushtet për fat keq, nuk do kemi kur atë fat. Je shumë I molepsur I dashur Glerni. Je shumë I molepsur edhe nuk e di si mund të ndihmoj, po një gjë të lutem se kjo kopimi I programit është shumë qesharak. Është shumë qesharak. Programet janë rrugëve dhe nuk e di sa programe ka rrugëve mira që mund t'i shohësh, t'i konsultosh, t'i adoptosh, të bësh çfarë duash, nuk ngel. Dhe një gjë tjetër, se për të kaluar tani në anën shumë serioze.
Kam thënë dhe më parë, ne kemi një program pune, një program qeverisës, që është një program me cilin po antarësojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, a e kuptoni? Se kjo i thot të gjitha. Bashkimi Evropian nuk antarëson, nuk i afrohet fare vëndeve që nuk përmbushin standardet dhe kriteret që ka Bashkimi Evropian, në të gjitha aspekte. Kështu që nëse Bashkimi Evropian na shes si vëndin më të mundshëm për të antarësuar nga gjithë rajoni në këtë moment, kjo tregon se shikon faktet dhe shikon standardet dhe shikon çfarë progresi i jashtëzakonshëm është bërë. Dhe kur ne morëm detyrën, ata nuk na llogarisin fare si një opsion për t'u antarësuar në BE në të gjallët tonë. E kuptoni apo? Tani çfarë muhabetesh janë këto? Si që nga këto? Hap në një fabrik ku të punojnë rinia opalluqe. Para pak ditësh isha në një fabrik, edhe e pat, natyrisht nuk e pat, por kush e pa që ishte një super fabrik dhe në atë pikë ku isha unë tek ajo fabrik, ishte plot fabrika të tjera rreth rrotës. Kështu që kush do një punë në Shqipëri e gjen, dhe kush do të punoj punon. Kjo është pak, po është e sigurt fare. Fare sigurt. Dhe ti nuk ke buk o faqe e zezë, edhe nuk ke rrugë makine si në mesjet. Po si shpjegohet që një vend që s'ka bukë dhe s'ka rrugë makine dhe që është si në mesjet, vinë 12 milion turista, po kjo nuk shpjegohet. Turp për të gjithë, këta shesin bukën tuaj e ju kanë lënë në mjerim dhe ju duhet të kisni o tralltar, do me në shkruar me lë, dhe kështu do shkruaj në histori, lindë dhe do vdesësh tralltar, bufi është pelazgjik. Nuk po bëj asnjë koment se për këta që janë komplet të mbytur në knet, është vetëm thjesht solidaritet vëllazëror edhe simpati njerëzore, po komentet janë të kota. Namin e pas ke ba, këshyrë mor njerëzit e vendit tanë, ma të varfrit në krejtë rruzullin toksor. Pse e ftove në i qytetarë të thjesht që me të vërtet ka ba sakrifica për Ramazan, merë mendja shumica atyre që ftove s'kan bënë e Ramazan. Tani iftari në këndvështrimin tim ka një vlerë shumë të madhe përtej rritit dhe përtej impaktit për cilin e bëjnë iftarin besimtarët. Tyreza e iftarit është një tyreze hapur për gjithë, edhe për jo besimtarët. Kjo është vlera, sipas meje, më e madhe emancipuese, kulturore, e bashkëtesës që sjell tyreza e iftarit. Dhe do t'ishte hipokrizi, besoj unë, e kundërta, ndërkohë që për sa i përket atyre që janë më të varfër, ka plot programe që ne bëjmë dhe që ne zbatojmë, dhe vjen puna tek ndihma për të varfrit, tek mbështetja për të varfrit edhe në nivelin e këtyre lloj aktiviteteve, siç është një iftar për shembull. Unë them që bëhet pa media, bëhet pa televizor, bëhet pa publicitet. Okay? Ndërkohë që iftari tani më tradicional i
kryeministrisë. Ka një tjetër qasje dhe ka një tjetër shënjestrim për sa i përket gjithë njerëzve që ftohen aty. Ke 12 vjetë që mashtron në mashtrues dhe tani që po afrohen zgjedhjet janë bo rrugët për fajët zezë, po lem grop para në makinë, nuk e di në cilën grop ke rënë sfumi i dashur në makinë, por unë besoj që çka është bërë me infrastrukturën në këto vite nuk është bërë në të gjitha vitet e tjera të marrës bashku, në të gjitha nuk është bërë të marrës bashku ajo që është bërë me infrastrukturën në këto vite dhe ajo që do vazhdoj të bëhet në 4 vitet e ardhshme me të gjitha projektet që janë në proces dhe që janë të financuara. Dhe tani më jo vetëm me infrastrukturën rrugore, por dhe me atë e kurrëdore. Mandati i 4-të do të jetë edhe mandati ku e kurrëdha do të jetë në qendër të vëmendjes dhe ideja është që Shqipëria 2030 do të jetë një vend ku do të jetë shumë e qartë që s'do të mungojë më infrastruktura e kurrëdore dhe të gjitha projektet do të mbyllen në fillim të dekadës tjetër si kurrëdha funksionale të gjitha në fillim të dekadës tjetër, por ama të gjitha projektet do të fillojnë brenda kësaj dekade. Një pjesë do të mbyllen në këtë dekadë, një pjesë do të mbyllen në fillim të dekadës tjetër. Ngeli duke dhe një për çfarë po gënjej për shembull Bujar, se unë nuk e kuptoj dot këtë ngeli duke për çfarë eksaktësisht për shembull po gënjej. Se ka një arsye tjetër pse shumë kush për jush zhgënjehet shumë kur bëhen zgjedhjet dhe fillon vëkujen na i vollën, ose janë dhe disa nga këta të kënetave mediatike që të pasqyrave të kënetës mediatike që thonë nuk ja vlen fare të shkosh në zgjedhje se zgjedhjet janë të vjedhura, por në fakt arsyeja pse shumica e popullit voton Partinë Socialiste dhe voton për na dhënë mandat pas mandati është se këto që ne themi, këto që unë them, janë faktet e jetës reale të këtyre njerëzve. A kupton? Do me thënë, nëse ne themi që kemi trefishuar të ardhurat për frym dhe nga 3.324 euro që ishin kur ne morëm detyrën janë 10.342 euro. Kjo është diçka që ata që na dëgjojnë dhe që dëgjojnë për të dëgjuar, jo dëgjojnë thjesht dhe vetëm për të sharë pastaj edhe për të luftuar me faktet, e din që është kështu, sepse e kanë këtë gjë në realitetin e tyre. Dhe kur themi që pastaj në Shqipërinë 2030 të ardhurat për frym do shkojnë 15.000 euro, kush ka parë që të ardhurat për frym kanë ardhur duke u rritur, e kupton që të ardhurat për frym do të rriten. Ose pagën mesatare në sektorin publik. E din shumë mirë njerëzit që punojnë në sektorin publik se sa e kishin. Kur ne e morëm detyrën ishte 372 euro. Dhe ky është fakti. Dhe kur unë them që paga mesatare në sektorin publik e thot Instati, por e them duke i referuar Instatit, në 2024 arriti në 1.000 euro, kjo rezonon me ata që marrin pak. Ata që marrin pak e din. Tani ata si do bëjnë? Do t'i referohen parave që marrin
dhe që i numërojnë mirë, apo do t'i referohen bretkocave që bëjnë kua në dark tek pasqyra e Kënetës dhe thonë që këto janë gënjeshtra. Kuj do t'i referohen? Se po t'ishin gënjeshtra, t'jeni të sigurt që jo shumica, po të ishin shumë pak ata që do vazhdojnë të votonin, si që janë shumë pak ata që do vazhdojnë të votojnë në bufin e Kretës. Dhe prandaj, kur unë them që pastaj paga mesatare në sektorin publik do shkojnë në 1.200 euro në Shqipërinë 2030, kjo gjë është e besueshme sepse kam parë që paga është rritur. Ashtu si kundër mesatarja e përgjithshme. Ata që punojnë sot në Shqipëri e dinë shumë mirë që pagat janë rritur edhe në sektorin privat, janë rritur në mënyrë të ndjeshme. E dinë sepse i marrin ato para. Po të mos i merrnin, do thoshin si kter, çfarë po na thua. Por nuk e thonë pikërisht sepse i marrin ato para. Ashtu si kundër edhe kur vjen puna tek paga e përgjithshme mesatare, pra. Ka shkuar në 830 euro paga e përgjithshme mesatare, ka qenë nga 320. Dhe kur unë them do të shkojë 1.000 euro, është e besueshme. Patjetër që është e besueshme. Minimalja. Edhe më e bukur është që për këtë të pagës minimale ne e kemi thënë me kohë. Nuk e kemi thënë sot, po nuk e ka pas njëri mendjen. E kemi thënë me kohë që në 2026 do bën që mbas zgjedhjeve do ta përcaktojmë, se para zgjedhjeve nuk e bënim dot sepse është ndaluar me ligjin elektoral. Po mbas zgjedhjeve do ta përcaktojmë që do të jetë 500 euro, madje kemi thënë mekanizmin se do bëhet 500 euro. Duke mos u kërkuar kompanive për 18 muaj që të paguajnë asnjë detyrim tjetër përveç se t'u japin 100 euro plus punonjësve të tyre në muaj. Dhe as më shkon mendja të them që na e kopjuan këtë. Kjo më bet kot. Pastaj ka një ndryshim shumë të madh, sepse ato që thot Këneta, programi i madhështisë, përveç se është një farsë e madhe, po ka një falsitet total brenda tij, sepse thot Këneta thot në datë 12 maj gjitha këto do bëhen realitet. Ne nuk themi kështu. Ne themi në Shqipërinë 2030 do të arrihen këto parametra. Nuk themi që në 12 maj do bëhet realitet minimumi jetik 200 euro. Nuk e themi këtë, se nuk do ndodhi kjo në 12 maj. Do ndodhi brenda mandatit. Dhe flasim për pensionet. Do ndodhi në Shqipërinë 2030, pra do ndodhi gradualisht, dhe kemi bërë shumë qartë llogarit duke pas parasysh edhe Bashkimin Evropian. Pastaj si mund të besojnë njerëzit në Knet kë nuk ndodh.